Dhe ndërkohë, kur e morët, kur u njoftuat, ose kur ju thanë që do drejtoni USS Pearl Harbor? Procesi për të kualifikuar fillon shumë herët, biles ka 3-4 vjetë që u zgjodha për komand. Pastaj është një seri kualifikimesh për të parë se ku do shkosh. Për të parë se cilën anije do t'japi. Pra që 4 vjetë përpara ti u zgjodhe për të qenë komandant dhe duhet krye një cikël, po themi, testimi për të parë se ku do shkoje. Pikërisht, edhe para një viti e ca, kur ishte momenti që duhet të zgjidhja, mendova thash të gjej një anije me një emër që dhe po t'ja them një shqiptari do thotë e mbajmën, Pearl Harbor. Pearl Harbor. Dhe zgjodhe vetë apo ta caktuan? Pata fatin e zgjedhjes dhe ata një thasha të më dhanë, kështu që Se zgjodhe Pearl Harbor? Nuk e di nëse regjia mund të cilë disa pamje të Pearl Harborit, lutem. Pse zgjodhe Pearl Harbor? Një anije amfibe që është në sektorin tim, jam shumë krenar. Është kjo, a? Po, pikërisht. Pra, këto mjetet që shifni janë të gjitha që hynë dhe futen brenda anijes. Dhe është gjithçka koordinuar që ne të kemi aftësinë që të marrim 500 trupa, që janë marinca. Me sa pash, përveç oficerëve rreth 24 ose 25 oficer, anija kishe po flas çfarë janë informacionet lira në internet, mos hym sekret ushtarak, rreth 250 personel mos gaboj dhe 400 trupa shtesë. Çfarë do të thënë trupa shtesë? Trupa që transferohen? Po, kur marincat, pra ke Navyn, ke marinën, pastaj ke marincat që vinë, që bëjnë ato që ku i shihni në televizor që shkojnë në breg, në tokë. Marincat pra është marina që qëndron në anije dhe marinsat që dalin nga anija për të përballur në tokë. Dhe unë kam ekuipazhin tim që arrin një numër 300-350 dhe me atës... 300-350 personeli ju? Po, total, me oficera dhe nën oficera dhe nga ana e marinsave ke 400 deri në 500 në rast e lufte që janë krevate me gjithçka që i duhet personelit. Dhe sa mjete transporti ka? Anija normalisht ka një peshë prej 16.500 tonë. 13.000 pa shumë, 16.000 tonë, po? 16.000 tonë, shto dhe 2.000 tonë më shumë kur vinë gjithë marincat me gjithë ato që mjetet që kanë. Edhe nuk janë pajisje standarte, se varet nga paketa emisionit që ne do bëjmë dhe qëfar duan të realizojmë. Ose i gjatë është, qëfar mjetë është kërko? Marim mjetet të ndryshme. Por kryesisht është për transportin e mjeteve amfibe? është për transportin edhe mbrojtjes e mjeteve amfibe. Pra, kur ato shkojnë në breg, ne i mbrojmë gjithës. Alban, një pyetje kam unë. Këto amfibët dhe marinsat janë ashtu si në film, edhe në realitet? Po, në i farë mënyrë, pasaj në fund të ditës jemi gjithë njerëz, jemi të thjeshtë. Patjetër, po duket sikur janë më shumë se njerëz, sikur janë makina perfekte që nuk gabojnë asnjë gjë. Janë goxhat përgatitur, me thënë drejtë, harxojmë goxhako, jo vetëm marinsat, po dhe ne, një cikël përgatitjet e një anije fillon, mbasi bëhet trajnimi i parë, trajnohen njerë në brigjet e Amerikës përpara se të kalojmë botën nga krau tjetër. Përse dalësh në vëndet tjera kuja. Në aq sa kam unë informacion, për nuk duhet jem kategorik, ju duhet jeni oficeri parë me origjinë shqiptare që merr komandën e një anije në flotën më të madhe të globit. Flotën më të madhe luftarake të globit, se nuk e di flotën tregtare. Shumë e vërtet dhe vërtet një krenari dhe faleminderit për mundësinë që... Jo, faleminderit ju që erdhët studio, po duhet ju pyes. Si dihesh kur nga emigrant, je nisur një ditë 16 vjeç në vitin e muajt e parë, po themi të vitit 3 të gjimnazit, pa e ditur ku po shkoje, duke ndjekur prindrit, besoj që Amerika ka qenë dhe një lloj ëndre edhe për ty. Patjetër. Ëndra amerikane është një vend që t'jepet mundësia. Asnjë gjë nuk është e garantuar, pra duhet vërtet punosh, po të jepet ajo... Asnjë vend të botës nuk është një gjë e garantuar, kam përshtypjen. Por të jepet ajo mundësia që vërtet po të punosh, dhe kur them punosh shumë. Është punë. Punë, do më thënë janë 24 vjetë. Jo të gjendesh në punë se e kemi ne, po të bësh punë. është një punë goxha intensive që gjatë 24 vjetëve komplet personi vetë transformohet, kur e mendoj atë Albanin 18 vjeçar që dinte një anglisht e ndoshta pak. Kur vendose për të shkuar në Navy në moshën 18 vjeçare, e kishe nga kurioziteti, e kishe nga tundimi i uniformës, e kishe nga dëshira për të parë botën, kush ishte gjëja më decizive në vendimin tënd? Në fillim fare ishte thjesht ideja që, shiko, pse mos t'jem unë pjesë e ushtrisë më të madhe, më të fortë në botë. Dhe ne në vitet 90 kemi pasur, si shqiptar, kemi pasur atë e shifnim, kupton, ushtrinë amerikane me një syt të veçantë, kupton, dhe ishte ai kurioziteti përzir me marinari i parë që më erdhi kur unë shkova për ke rekrutimi, i pari që më doli ishte një marinar me uniform të bardhë dhe më tha, shiko, e di që se ke vendosur ku do hysh, por
më letë të blej një pizza dhe një birë dhe flasim. Ky ishte i pari person që takove. Po marinar tjerë me origjinë shqiptare, ke ndeshur gjatë kësaj karrierë gjithë këtyre viteve në marinë? Sepse mua më ka qelluar për shembull që kur jemi ulur në aeroportin e Mosulit, mos gaboj të Bagdadit, se tani më duket Mosulit, Marin si i parë, në Marin si themi gjithë atyre që janë veshur me mbrojtje dhe me kask, në fakt, po mund të ishte edhe, në fakt ishte Airborne, ishte divizionin 101 Airborne, mbriti dhe mu prezentua me emër shqiptar dhe unë shokova, se ishte djali një piktorit njohur shqiptar, ishte pjesëtar i parashutistëve amerikan dhe një prej divizioneve më të famshme amerikane të historisë luftës dytë botërore. Kështu që besoj që duhet ketë dhe në Marin shumë shqiptar. Po, dhe kam kaluar dhe kohën që të futem këtë sistemi edhe në erë, kur vën atë mbiemrat klasik shqiptar të shosh, a ka, s'ka dhe, pa tjetër që kemi është një numër i konsiderueshëm shqiptarësh, por prap numër i vogël, them se mund të ketë dhe më shumë. Po në US Pearl Harbor, ke ndonjë shqiptar? Fatkesisht jo, jam i vetmi. Çfarë do thotë të drejtosh një anije e cila mban emrin e një prej katastrofave më të mëdha detare, por edhe luftarake të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndoshta një prej katastrofave ku numri të atyre që humbën jetë është më i madhi në historinë e luftrave amerikane. Më i madhe se D-Day. Absolutisht, e ka vëzhgimin nga të gjitha anët dhe sidomos kur vjen data e fatkeqësisë së madhe, kujtohet dhe shpeshherë shkojmë deri në Pearl Harbor për ta celebruar atje me anijen tonë për të rikujtuar, kupton, ato momente në një farë mënyre. Por mbi të gjitha është dhe presioni që ne duhet si ekuipazh duhet performojmë të vërtet ta ndrisim, domethënë ta nxjerrim. Simboli e anijes vetë është një phoenix rising from the ashes që do të thotë lindi nga hiri. Lindje nga hiri, pra nga i hir tani të lindi diçka shumë e fuqishme dhe dedikojmë. A je lidhur me Shqipërinë, Alban? Shumë, ti se ke i den. Vjen shpesh në Shqipëri? Vi shpesh, tëk ma bë zemra sa herë zbres ka aeroporti, si thënë se puna dhe jam shumë i lidhur. Edhe familja dhe fëmijët, se bashkëshortja jam i sigurt, sepse të gjithë janë të lidhur. Po, fëmijët vitet e para nuk e kuptonin shumë, po tani sidomos këto 3-4 vjet e fundit që kemi ardhur, ndoshta një çik më shpesh, të them të drejtën kësaj radhe erdha vetëm me nusën, edhe fëmijët e sidomos vajza madhe qau, fakti që pse s'më morë. Se nuk e morët me vete, ka ndryshuar Shqipëria që nga dita që ti e larguar? Ka ndryshuar shumë, shoh shumë gjëra pozitive, po si çdo vend ka dhe shumë gjëra që mund të jenë akoma më mirë. Që të mungojnë, në fakt, edhe nga koha jote? Se ke iden ndonjëherë një kafe thjesht, shkon shumë larg. Po për marinën shqiptare, ke në informacion, ke vizituar ndonjëherë apo s'të ka qelluar? Po, tani, para një jave, më dha mundësia për takuar admiralin shqiptar dhe më dha një mikpritje të mirë dhe pata mundësin për të folur edhe pak për direktivat ushtarake 2025 dhe ku shkon dhe drejtimi që po merë marina shqiptare dhe e para falenderoj admiralin, kupton që ishte që na priti, por më pëlqeu fakti që Shqipëria po kërkon dhe përpiqet që të ketë anije më të mëdha, që të ketë influencë, jo vetëm brigjeve, por edhe pak më tej në ujërat. Në fakt ne jemi përfshirë në disa misione shpëtimi, edhe pse misione shpëtimi janë në mesdhe, në ishujt grek, apo dhe në veriun në mbrojtjet në kufjerit të Afrikës Veriut nga Libia. Kështu që kemi dalë nga ujërat territoriale shqiptare, kam përshtypjen. Dhe më le të them, një nga momentet e mia më proud, ishte që isha në flotën e 6 dhe po shifnim një grup anijesh të NATO-s që po bënin një mision dhe një nga anijet Iliria shqiptare ishte në grup. Oriku ose Iliria, ti dallove flamurin shqiptar? Dallova flamurin shqiptar dhe ka ajo PowerPoint e zmadhova një qik flamurin që të duke qartë midis të Si u ndjeve kur dallove flamurin shqiptar? Patjetër një kënaqësi, thash edhe një herë që jam shumë i lidhur dhe kam një ndjenjë veçantë sa ervi këtu. Unë falenderoj shumë Alban që ishit sot këtu, të falenderoj edhe për një fakt thjesht që sot ti do jesh komandant i parë me origjinë shqiptare që do ngjitesh në urën e komandimit i një prej anijeve të flotës luftarake të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Faleminderit dhe shpresoj që kjo dashuri për Shqipërinë mos të rresht asnjëherë. Gjithashtu, faleminderit për kohën tuaj dhe faleminderit publikut dhe të gjithëve këtu. Prandoj që këtë intervistë me Alban Dervishin, i cili është larguar në Shqipëri në moshën 16 vjeçare, prej 25 vitesh familja e tij jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai ka ndjekur karrierën e të marinarit dhe të oficerit marinës
Dhe sot, së shpejti, kur është data eksakt që duhet ta marrësh Në detyrën? 25 qershor. 25 qershor. Në 25 qershor, ai do të marrë komandën e USS Pearl Harbor, një anije të flotës luftarake amerikane, anije kryesisht për transportin e amfibeve, e cila ka dhe emrin ndoshta më simbolik që ndonjëherë Marina amerikane ka njohur për arsye të tragjedisë së famshme të Pearl Harborit të vitit 1941. Është oficeri i parë, insistoj edhe një herë, oficeri i parë me origjinë shqiptare që merr komandën, ja dolën edhe pamjet e Pearl Harborit, po këto më mirë t'i lëm për një herë tjetër, merr komandën e një anije luftarake, pra të flotës luftarake amerikane. Zoti Dervishi, faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve. Natën e mirë dhe mirupafshim.